Jo vetëm ta trajtojnë një libër si një iPad apo si një mjet celulari, si një celular dhe të kryejnë pak a shumë të njëjtat aktivitete me librin siç kryejnë me celularin, por njëkohësisht edhe aftësi bazike të jetës së përditshme që kanë të bëjnë me kontrollin e sfinkterave dhe edukimin e tualetit. Pikërisht. Pra të jenë në gjendje të shkojnë në banjo vet, të jenë në gjendje të urinojnë, të defekojnë dhe të kryejnë gjithë proceset që kanë lidhje me këtë pjesë, të vishen apo të zhvishen vet. Të arrin të veshin një xhup apo një xhaketë, të arrin të bërthejnë kopsa, të arrin të veshin këpucët, të arrin të bërthejnë lidhset. Lidhja e lidhseve që duket një gjë e thjeshtë për pjesën tonë, është në fakt një aktivitet që ka të bëjë me motorikën fine dhe që është shumë i vështirë dhe gjithnjë më i vështirë për fëmijët e këtij brezi që neve kemi. Dhe a vijnë të gjitha këto për shkak të teknologjisë? Kjo është një nga faktorët dhe një nga faktorët kryesorë, por sigurisht që nuk është vetëm kjo. Janë shumë faktorë në lojë, pra këto lloj problematikash janë multifaktoriale. Është vetë mënyra e jetesës vitet e fundit që na çon pikërisht në këto rezultate dhe në këto problematika.